Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Në ka mbet një çështje me rëndësi e cila ka të bëjë me temën paraprake, e që është mbet pa u sqaruar apo pa u trajtuar, me pa fillim para se me ardhe dhe me trajtu këtë temë ose këtë pikë, po duhet se edhe një herë me i rikujtu ose me i ripërsëri disa çështje që kanë të bëjnë me temën e kaluar. Në këtë temën e kaluar kemi folë për një çështje të gabuar rreth Kur'anit. Do të thonë çështja e gabuar rreth Kur'anit. Kemi folë për interpretimin e gabuar. Pastaj kemi folë se interpretimi tek një pjesë quhet ta'wil dhe i kemi përmend ato llojet e ta'wilit, llojet e interpretimit. Lloji i tretë, për me rikujtu, është ai që kanë përdor ata dietarët e bazave të fikut, që dietarët e usul fikut, që ka pas qëllimin, që kanë pasur qëllimin me fjalën ta'wil, kur dikush vjen dhe në bazë të argumenteve thotë se duhet me kalu prej një kuptimit kryesor të një teksti të një kuptim dytësor, pra duke u mbështetur në argument. Kemi përmend më përpara se cilat janë ato shembujt dhe kemi përmend po ashtu edhe kushtet e tewilit ose kushtet e interpretimit të pranuar. Shkurtimisht do t'i ritheksoj. Kushti i parë është që vetë teksti, qoftë i Kuranit ose i hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po masi që jemi të folë për Kur'an, atëherë në radhë të parë po flasim për ajetet kuranore, që teksti kuranor, do të thonë, të ketë mundësi të kuptimit ma shumë se sa një aspekt. Do të thonë, vetë teksti e përmban ma shumë se një kuptim, mirë po një kuptim është kuptim kryesor, tjetri është kuptim dytësor. Do të thonë, në qoftë se tash vjen dikush edhe tenton më jap një kuptim tjetër që vetë teksti nuk e përmban ata, themi është i refuzuar. E dyta që ai i cili merret me interpretim, ai i cili merret me sqarimin e kësaj se duhet kalohet në një kuptim tjetër, të jetë për atyre dietarëve, të cilët është, domethënë është i aftë, është i denj, është meritor për me bë këtë farë interpretimi. Përndryshe, nëse është nga masa e thjeshtë ose nga njerëzit të cilët nuk kanë haber për tekstet shariatike, për ajetet kuranore, metodat e argumentimit, atëherë nuk lejohet që ai mi fut hund aty edhe me pretendu se ka këtë kuptim ose ka kuptim. E treta është që me posedua me pas argument, se pa argument nuk pranohet. Edhe katërta që mos të jetë ky interpretim në kundërshtim me të gjitha argumentet nga Kurani edhe Suneti i pejgamberit alayhis salam, apo që mos të jetë në kundërshtim me bazat kryesore të fesë. Çto janë ato kushtet e interpretimit i cili është i pranuar. Tash vime edhe trajtojmë një tjetër temë e cila na ka mbet, e cila ka të bëjë me interpretimin e gabuar në kohën bashkëkohore. Pra, ka nga njerëz të cilët vetet se thonë musliman, e që në të vërtetë ata i kanë thith ideologjitë e ndryshme, majtiste, djathiste, kanë lexu filozofi e kështu me radhë, dhe vinë edhe dojnë më na mësu fen. Do të thonë, vinë me një kuptim të ri të fesë. Edhe thonë se na jemi ata të cilët juve ju kallëzojnë ato interpretimet, ose na jemi për atyre të cilët e bojnë reinterpretimin e fesë, rileximin e teksteve. Na jemi ata se i posedojnë mekanizmat. Cilat janë mekanizma gjuhës, e cila është për qëllim gjuha, domethënë studimet filologjike, e thonë, edhe s'po du me hi ma thellë, ato farë teknikat që përdorin, mirë po qëllimi i tyre është me tregu se na jemi ata të cilët
vim edhe e japin kuptimin e drejtë të fesë, jo gjeneratat e mëhershme, jo sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as tabenet, as imamët, 4 imamët, sikur se Abu Hanifi, as Imam Maliku, as Imam Shafiu, as Imam Ahmedi, as krejt imamët e mëhershëm, mirë po vim me një kuptim të ri, me një kuptim të ri. Që kjo është pra qëllim i tyne. Tash, ata përdorin shumë mënyra. Mirë pa ajo çka i bashkan të gjithë ata, na mundë me quajtë këta modernista. Njerëz modern, të cilët mundohen, domethënë me sjell një kuptim modern të fesë, i cili s'ka ekzistuar më herët. Këta i bashkon një emërues i përbashkët, ai i cili është domethënë shtrëmbrimi i teksteve nga ajetet edhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sipas tekave tyre ose sipas ideologjive të tyre. Mirë po, mundu me thonë, janë disa pika që këta mundohen në saje të këtyne, domethënë ideologjisë të tyne me arrit edhe më fokusu në ato pika. Pika e parë është që me e anullu referencën e Kur'anit edhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më thonë qëllimi është kur thot për shembull se disa prej tyre thonë teksti kuranor nuk është shpallë nga Allahu azza wa jall. Mirë po është produkt njerëzor, është që njerëzit e kanë bë, pastaj dikush tjetër thot domethënë tekstet e ajeteve kuranore janë kohë për atë kohë. Tash falna me këtë kohë. Domethënë ajo kohë për atë kohë e paranojna që për periudhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po tash kemi nevojë për diçka të re. Nuk përshtatet ato ajetet kuranore apo hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me kohën tonë. Do të më ardhë edhe me e reinterpretu që mi përshtat kjo kohës tonë. Domethënë jona për atyne mënyrave që ata i përdorin. Ose thonë se s'na mjafton vetëm Kurani, edhe sunetin s'kemi nevojë për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç është rasti i kuranistave. Pra me një qëllim ata dëshirojnë që referencën, domethënë ata ku është burimi kryesor i muslimanit, me e largu dhe pastaj kur ti s'ki ku më kthy, as në Kur'an, as sunet pejgamberit alayhis salam, as në diçka tjetër në fjalët e sahabeve, fjalët e tabinëve, domethënë atë konsenzusin e dietarëve, atëherë njeriu pastaj mbet në dyshim. Bëhet i hutum edhe janis me dyshu. Kjo është qëllimi që dëshirojnë me arrit. Po ashtu, domethënë qëllimi tjetër i tyne është, domethënë që ata mi i eliminu të gjitha kontributet e dietarëve të mëhershëm. Domethënë, krejt musliman për gjatë 14 shekujve që kanë bo, e që kanë shkruar libra, e që kanë medituar, e që janë përcjell neve, për gjatë 14 shekujve, këta tentojnë me e eliminu, me e largu atëfar kontributin e dietarëve. Shumë për tyne nuk ka pranojnë as konsenzusin e dietarëve, i gjmajnë si argument. Dhe pastaj vijnë pra me një rilexim. Ju që shpomune me vrejt, dhe më thonë në s'po flas për një grup i cili mune me konë për fraksioneve islamit, i cili në përgjithësi e ka punë mirë, po ndodha sene ka deviju. Jo, dhe më thonë ka njerëz modernistat cilët dëshirojnë tërësisht thënë me ndryu mirë, po përdorin disa tekste ose disa metoda për me shkatru islamin nga brenda. Kjo është ai qëllimi, domethënë atyne modernistëve. Një çështje tjetër është që ata ku mbështeten, domethënë është se ata mundohen krejt ato shkencat islame, cilat kanë të bëjnë me metodën qysh me kuptu Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çdo që quhen metoda të argumentimit, që to mos mi pranu. Se kur nuk i pranon, pastaj edhe ka shumë ma lehtë ai me fuç ka don. Ai thotë ne lexoj ajetet kuranore çysh du vet. Unë çka të kuptoj, jo çka të më thot hoxha ose çka të më thot dietarët nga sahabët ose nga tabenët ose
dietarët e tjerë. I thotë unë e lexoj vetë tekstin e marr vesh qysh duhen, jo që dikush duhet më thonë çështu është ose ashtu është. Pra, që kjo është ai qëllimi e aty në modernistëve, të cilët kanë ardhur me një metodologji të re, me një reinterpretim të krejt fesë. Edhe tentojnë muslimanët mi largu prej fesë së tyre. Tash është edhe një çështje tjetër që po duhet të potencu, e largojnë atë motivin fetar. Çdo sen e lidhin me materializëm. Qysh? Për shembull, kur vinte luftrat që kanë ndodhur në kohërat e mëhershme. Për shembull, Ebu Bekri që ka luftuar ata renegat, s'ka pas motiv fetar, ka pas politik. Për shembull, Aliu radiallahu anhu me Khawarij, me ata tjerë, domethënë ka pas krejt luftë për pushtet, kështu me radhë. Domethënë njerëzit të cilët vetëm e vështrojnë senet nga aspekti materialist, e refuzojnë atë elementin fetar edhe etik që mundet domethënë me pas njerëzit. Sa nuk e shikojnë njerin si njeri, se prej komponenteve të njerit është edhe aspekti fetar, po e këshirin vetëm ka aspekti material. E lidhin çdo sen me aspektin e ekonomisë, biznesit, luftës për pushtet edhe shumë gjëra të tjera. Pra që ky është ai qëllimi që po du me e sqaru, domethënë edhe rrezikun e këtyre. Tash vim shkurtimisht po du me cik disa çështje, si më thonë, mi kundërshtu, po në njëjtën kohë neve mona bindë edhe më shumë në metodologjinë e sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kuptimin e fesë. Dhe se çajo është metodologjia më e sigurt. Mu kthy te sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mu kthy te dietarët e mëhershëm, te konsenzusit tyne, edhe me kuptu fen çysh e kanë kuptuar ata. Jo çysh don secili njeri në bazë të logjikës vet, në bazë të tekës vet, me e kuptu fen se kjo i bën, domethënë secili me shpik një fe në veti. Secili me shpik një fe në veti. Në njëjtën kohë domethënë është edhe kundërshtim, po në njëjtën kohë është që muslimanit mja ngulit ma shumë bindjen se metodologjia e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe gjeneratave të mëhershme është metodologjia më e saktë në kuptimin e fesë. Ata çka thonë? Ata thonë se kemi nevojë për një metodologji reformatore, me bëu reforma. Tash metodologji reformatore me kuptu fenë. Jam mbështet në një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se dhe është hadithi? Hadithi është i saktë. Allahu azza wa jall, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se Allahu në çdo shekull e dërgon një njeri, ja dërgon këtij ummeti në krye të çdo 100 vjeçarit dikë i cili ja u ripërtrin fenë e tyre. Domethënë kjo hadith e pejgamberit alayhis salam se tregon se ka me pas çdo 100 vjet ndonjë reformator, ndonjë njeri i cili e ripërtrin fenë. Mirë po, çka është kuptimi që sonë e reformatorit? A ka kuptimin reformator me ardhë diçka çka s'ka ekzistuar më herët, apo e ka një kuptim tjetër? Ja ka një kuptim tjetër. E ka një kuptim se her pas here njerëzit largohen, qoftë në vend ose në përkohë të ndryshme, largohen nga disa gjëra të fesë, ose shpikun në fe diçka. Tash ka nevojë edhe Allah azza wa jall, për që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se dërgon në çdo 100 vjeçar, çdo 100 vjet, një njeri i cili njerëzve ripërtrin fenë e tyre duke i rikthyer nga në fenë e pastër të Islamit. Domethënë i rikthen në ato që ka qenë ku ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është kuptimi i hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe reformimi në këtë aspekt është i lavdërueshëm. Me ardhur një hoxh, një dietar i madh, ose një grumbull i dietarëve, të cilët e kanë pasur njerëzit janë larguar pe fesë, ose kanë shpik në fe diçka që nuk është pe sajna, edhe kanë ardhur dhe kanë mësuar se që kjo nuk është pe sunetit të pejgamberit alayhis salam, që kjo i keni lënë mongo duhet më plotësu, edhe domethënë jo ripërtrin edhe një herë ato mësime që kanë qenë në kohën e pejgamberit alayhis salam edhe në kohën e sahabëve, që janë ata reformatorët që po flet hadithi. Mirë po, nëse është për qëllim, domethënë me reformatorin, atë njeri i cili bjen diçka të re, që kur s'ka ekzistuar më herët, që kjo është reformim i refuzuar.
që është reformim i cili është i papranuar. Domethënë me ardhur me diçka që krejt njerëzit gjenerat pas gjenerate se kanë ditë, tash me ardhur dhe me thonë më i mëshmi tash jo më i cili po vi me diçka edhe po ju kallzojnë në fenë juve se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as tabenat, as imamët, as kërkush nuk e ka kuptuar fenë veç na jemi që po ju kallzojmë juve fenë. Edhe po ju kallzojmë qysh më përshtat kjo feja juve me realitetin bashkëkohor. Domethënë hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e sqarum që është i saktë, mi për kuptimi është me i rikthy besimtarët në ata që ka qenë në kohën e 3 gjenerateve, duke largu ato që janë bidate e duke i plotësu ato që njerëzit masanej i kanë lënë anash. Aja që dëshmon prej që ka kuptimin kështu që shtashën, e jo kuptimi tjetër, janë ato citatet tjera të shumta ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se çdo shpikje është bidat dhe çdo bidat është i ndaluar, është dalalet, është humbje. Dhe në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çush e lexojnë edhe hoxhallarët në hutbe. Wa khayral hadi hadi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit alayhis salam, jo i dikujt tjetër. Pastaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e Aishës, "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad." Ai që shpik në fen ton diçka që nuk është prej saj, është një gjë e tillë e refuzuar. Tash, në qoftë se një çështje, një shpikje në një mesele të caktuar është e refuzuar, çka është puna me komplet atë farë ideologjinë e cila është ideologji e re në interpretimin e teksteve. Ajo komplet të ndron fenë. Këto, dhe më thonë, pejgamberi alayhis salam po flet për diçka. Një person ka shpik diçka, ajo është i refuzuar. Mirë po, në qoftë se vjen dikush komplet, po thotë unë të kallzoj ty komplet fenë se çush do të më kuptu, edhe që i bjen se me shpik komplet diçka që s'është në fe, kjo është edhe më parsore që hin në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çështja tjetër është se du me i kalu disa për mos me ngarku disa çështje. E përmendi disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që cilat edhe më shumë e fuqizojnë këtë, domethënë këtë çështje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë se taftariqu ummati ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida, dhe ka thënë atë wa hiya ma ana alayhi al-yawm ma ashabi. Thot në hadithin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se ummeti i tij do të përçohet në 73 grupe. Dhe ka thënë të gjithat janë në zjarr, përveç një grupi, e cili është ai? Domethënë grupi ku ka thënë të cilët e pasojnë rrugën në të cilën jam unë dhe sahabët e mi. Sa do të thonë kjo? Do të thonë se grupi i cili ka më shpëtuar në ditën e Kiametit dhe i cili është në të vërtetën është pejgamberi alayhis salam, ata të cilët e pasojnë pejgamberin alayhis salam, ata të cilët e pasojnë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E nuk është logjike që më na thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se që të rrugë do të më pasu, edhe më pasu rrugën e sahabëve, edhe tash me dikush me mendu që sahabët janë kon dalalet, që se kanë kuptuar fen mirë, që si kanë kuptuar ajetet kuranore mirë, ose hadithet e pejgamberit alayhis salam se kanë kuptuar mirë. Tash ka nevojë dikush me ardhë dhe me u kallëzu tjerëve diçka tjetër. Është pa logjikshme kur vetë pejgamberi alayhis salam thotë, domethënë ai që ka më shpëtuar nesër ditën e Kiametit është ai i cili e pason pejgamberin alayhis salam dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Addu 'alayha bin nawajid." Domethënë pasani sunetin tim dhe sunetin e khulafa ar-rashidin, 4 halifeve të drejtë. Edhe kapuni për të sikurse që kapuni për dhëmball. Që do të thotë suneti i khulafa ar-rashidin, sahabeve është sunet që pejgamberi alayhis salam na ka nxit neve më ka për ta. Që i bie se që ata sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në rand të parë, Abu Bekri radiallahu anhu, Omeri radiallahu anhu,
Uthmani, e Aliu radiallahu anhum, të gjithë kanë qenë të vërtetën. Të gjithë e kanë kuptuar këtë fe. Të gjithë kanë ndajt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk kanë qenë të paditur, nuk kanë qenë pa udhëzum, nuk kanë qenë të devijum. Që me ardhë dikush tash edhe me pretendu që du me ardhë edhe me shpik diçka të re, me mësu juve fenë se ato gjeneratet e mëhershme, dhe me thonë se kanë kuptu këtë. Po ashtu, kjo që këta kanë dalë, janë në të vërtetë që në ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta. Është një hadith tjetër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë, ka me dalë në umetin tim një grumbull i njerëzve të cilët kam ju kallëzu juve diçka çka s'keni ndëgjuar më herët. Domethënë çka s'keni ndëgjuar te gjeneratat e mëhershme. Fa iyahum edhe me thënë, largohuni prej tyne, thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, keni kujdes nga ata. Pra, neve në ka të rikë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga këta njerëz të cilët vijnë me diçka të re që si më hershme. Po ashtu, Allah azza wa jall në Kur'an ka përmend se ajetet kuranore janë dy lloje. Sa i përket qartësisë, thëtë huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatu muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat. Janë vëllezër të nderuar, domethënë janë dy lloje të ajeteve kuranore që na kallzon Allahu azza wa jall. Thot o i dërguar, Allahu t'i ka zbrit ty ajetet, t'a ka zbrit ty librin, pe këtij libri, domethënë pe Kuranit ka ajete të cilat janë të qarta dhe të cilat janë baza e librit Allahut azza wa jall. Domethënë shumica e ajeteve kuranore janë të qarta, që nuk ka paqartësi to. Wa ukharu mutashabihat, ndërsa një grup i ajeteve kuranore janë ajete që mund me quajt dy kuptimshë. Domethënë një kuptim e ka sakt, një kuptim mund dikush me kuptu diçka tjetër. Për shembull, për marrë një shembull për me ilustru. Na dim ajetin kuranor kul huwallahu ahad. Po, domethënë thuaj Allah është një i vetëm. Që domethënë se Allahu është një, nuk janë tre zotë, as dy zotë, as katër zotë. Mirë po, është një ajet tjetër kuranor, i cili thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne e kemi zbritur Kur'anin dhe atë do ta ruajmë. Ne, këtu ka ardhur në Shams. Tash kjo është në Shams, mundet dikush me kuptu që pas ka më shumë se sa 20. Mundet edhe kuptimi i saktë është se domethënë ai i cili është në jetën e përditshme, mbreti. Edhe në Arabi Saudite kjo ndodh, kur thot për jap një urdhë thot ne Salman ibn Abdul Aziz. Ne Salman ibn Abdul Aziz, për arsye se është mbret. Domethënë ne, nuk thot unë. Edhe ne aty në më të vjetërve, aty në të cilët kanë një pozitë më të lartë, i thonë jo, nuk i drejtojmë ti. Domethënë kush është më i vjetër, i drejtojmë jo. Edhe pse është një njeri. Pra kjo ajet kuranor kjo kuptohet në dritën e këtina ajete tjetër kuranor, kul huwallahu ahad. Po dikush mund të marrë për krishterëve ose për tjetër kujna dhe me thonë që ja, pas këtë edhe jo të pashu se sa 20. Themi ja, se kjo mundet me ka një kuptim të mirë, po edhe mund është nështë të farë kuptimin tënë, mirë po nuk shëndronë ai kuptimi ytë për arsye se ka shumë ajete kuranore cilat janë qarta. Tash, pra, qëto janë atë ajete që tash janë dy kuptimshe. Kur dikush mund me kuptu diçka të keqe, po njëjtin kur përmban edhe diçka që është në rregull. Tash, ai i cili vjen me një metodologji të re. Metodologji, thotë ne po duam ju mësoj fen juve se keni kuptu, edhe po duam me shpik diçka metoda të interpretimit e kështu me radhë, i bjen indirekt që domethënë Kurani të ka i paqartë. Se pas kanë kuptu sahabët, as ata tabienët, as ata të tjerë, pas ka ardhur ky edhe e pas ka qartësuar më shumë. Ndërkohë, domethënë Allah azza wa jall po kallzon që ajetet kuranore shumica janë qarta. Nuk janë dy kuptimshë. Po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka fol për sahabët e tij, për shumë sahabë i ka lëvdu që kanë dije. Jo që kanë qenë paditur. Se kjo i bën me akuzu sahabët që se kanë ditë fen. Domethënë ka nevojë dikush me ardhë dhe me mësu fen. Ndërkohë që ka shumë argumente që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lëvdu sahabët e tina që e kanë ditë fen, e kanë kuptuar fen thellësisht. Bile edhe me emra i ka përmend.
Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për Omerin radiallahu anhu, thon se e kompani ondër. Thot dikush më japi një gotë me qumsht. Dhe piva pe atina qumshti dhe saqë ketu ndal, domethënë qumshti për te thënjve. Dhe pastaj pjesën e mbetur të gotës me qumsht e japa Omer ibn al-Khattabit. Tha çfarë tefsiri e bone të kësaj ondre, se ondrat nuk din gjithkush mi komentu. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë ka komentuar këtë ondër. E ka komentuar se ky qumshti është për qëllim dituria. Domethënë diturin nuk ka jap mund dituria dhe pastaj domethënë pjesa mbetur është Omer ibn Khattabi. Domethënë Omer ibn Khattabi ka poseduar dituri jashtëzakonisht të madhe. Që domethënë e ka kuptuar fen, se ka kuptuar fen. E ka kuptuar ato domethënë që ju ka zbrit pejgamberi alayhis salam apo jo. Çashtu edhe Aliu radiallahu anhu, çashtu edhe gratë e sahabët. Aisha radiallahu anha ka thonë për gratë e sahabët pejgamberit alayhis salam që nuk I ka pengu turpi për me mësu fen. Domethënë kur kanë pas një çështje edhe pse është lidh me çështet e grave, ato nuk kanë pritu me pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka qenë një çështje domethënë e turpit, e turshme, mirë po kanë dashur me mësu fen. Pra I ka livdu Aisha gratë e ensarve. Gratë e ensarve. Që do të thotë se sahabët e kanë kuptuar se nuk e kanë kuptuar. Pastaj edhe tabeinët. Për marrë një shembull për tabeinëve. Mujahid ibn Jabr, kon nxënësi Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu. Thot 3 herë kom lexuar Kur'anin për Abdullah ibn Abbasit. Në çdo ajet thotë kom pyet çka ka kuptimin ky ajet, kur është zbrit, çka është zbrit, për kënd është zbrit. Domethënë Abdullah ibn Abbasi, I cili për të cilin ka bëu vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dua, kemi përmend më herët, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. O Zot, mësoja fen për thot. Domethënë edhe mësoja tefsirin, mësoja komentimin e Kuranit. Thotë Mujahidi, ai nxënësi Abdullah ibn Abbas, thotë e kom pyet për çdo ajet Abdullah ibn Abbas. Qashtu edhe 4 imamat e Abu Hanife rahimahullah. Këta I kanë trashëguar këto prej tabein prej sahabëve, e këta sahabë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash me ardh dikush edhe me thon, jo, ata jom kon që kanë pas virtytet të larta, kanë pas vlerë sahabët e pejgamberit alayhis salam, mirë po domethënë që e kanë qellu, që vjen krejt me kundërshtu këto që I thashën më herët. Domethënë kur dikush vjen ty sot edhe thot për një çështje, jo, ka dalë se unë të kallëzoj ty çush është feja, të kallëzoj me çështjet moderne, se unë të kallëzoj çush më përshtat me modernizmin, me çështje bashkohore, a në anën tjetër krejt e kundërshton ato gjeneratat e mëhershme, tekstet e Kuranit e tekstet e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që do të thotë se domethënë kjo ideologji moderniste krejt I vjen në ujë dhe është pasakt mirë po njerëzit, domethënë I kanë thith ato ideologjitë e tyne, majtisë dhe djathise të ndryshme, mirë po dëshirojnë me shkatru pra Islamin nga brenda nëpërmjet se s'mundemi refuzu, s'mundemi të refuzu Kuranin së Kuran, mirë po tash duhet me ardh më ta bë tefsir, më ta interpretu Kuranin. Ai thotë unë pranoj Kurani mirë, po unë të kallëzoj se çka është për qëllim me çita jetë kuranor, e jo çashtu që po thotë që e merrti prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam prej tabeinëve kështu më radhë. Domethënë ka edhe çështje tjera që mundem me u përmend, mirë po këtu më mendja që mjaftojnë për me bëni replik ndaj atyre të cilët e kanë këtë ideologji, mirë po në anën tjetër edhe shërbejnë indirekt për vërtetësinë e metodologjisë së sahabëve, të tabeinëve, të imamëve, të mëhershëm dietarëve të mëdhej në kuptimin e fesë sonë dhe se ne duhet të kthehemi tek ata në kuptimin e fesë. Natyrisht ka njëherë kanë ata mosvajtime, mirë po ka rregulla pastaj të caktuara se çysh me përzier mendimin më të drejtë. Mirë po, në ardhmë kundërshtu të gjithë krejt, atëherë bën që me shpik diçka të re edhe një fe të re. Kjo është ajo e cila desha me ndërlidh me temën paraprake. Tash kemi edhe një temë tjetër, e cila pak dallon prej temës, e cila ka të bëjë me tefsirin e Kuranit. Tash ajo ishte çësia e gabuar rreth Kuranit, tash çësia e qelluar. Çësia e qelluar sa I përket Kuranit. Se jemi duke fol për çësjen e duhur ndaj Kuranit, që është edhe në seminar.